E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi edhe një herë për të komentuar këtë çiftin e famshëm në Big Brother VIP Albania, Miri dhe Selin. Miri dhe Selin janë nga çiftet që në fakt janë në qendër të vëmendjes për çdo lëvizje të tyre. Miri sot ka patur debate shumë të nxehta, ka qenë një nga banorët më të diskutueshëm brenda asaj shtëpie, do të thënë debate të ashpra me Kesin, debate që arritën në agresion edhe për të gjuajtur drejt njëri tjetrit. Por, pa marrë parasysh se si do kalon dita për të, ajo që në fakt ja qetëson shpirtin, ja shton pozitivitetin, ja shton energjinë e mirë, është Selin. Miri dhe Selin zakonisht më së shumti momente ndajnë në dhomën e gjumit dhe pikërisht tani do ta dëshmojmë më që Miri është dashuruar me Selin nga fakti sepse Miri mbrëm u bë xhelos shumë për Mateon dhe derisa e largoi Mateon nga Selina, do me thënë ai deshplasi. Të gjitha këto hamencimet, të gjitha këto aludime që ne kemi bërë për marrëdhënien e Mirit dhe Selinës, kemi ngritur hipoteza të ndryshme, kemi dhënë mendime të ndryshme, por rezultojnë që të dalin të vërteta, por rezultojnë që të dalin hamencimet më interesante që ne kemi dëgjuar. Do të thënë Miri dhe Selin, siç duket, të paktën nga ana e Mirit, ka një dashuri për Selinën, edhe pse është një burr i martuar, edhe pse po i përmendet në fakt gruaja non stop brenda shtëpisë, edhe nëpër zënka kur ka, edhe nëpër debate, Miri nuk e ka fare problem. Do thënë sado që t'ja përmendin gruan, Mirit nuk i dridhe qerpiku fare, ai vazhdon programin e vet, vazhdon ndjesinë e vet, vazhdon gjën e vet. Tani, dashuria nuk kontrollohet. Ne themi që mund ta kontrollojmë, por nuk e dim rrugtimin se çfarë raporti ka Miri me gruan e tij. Nga informacionet që un kam, bashkëshortja e Mirit do të mbëri në Shqipëri dhe do të ketë një surprizë për Mirin, aty do ta kuptojmë të gjithën, por sot shoh që Miri dhe Selin janë shumë të afërt. Do të thënë, nuk mund të them që vetëm Miri është fajtori në këtë mes, por edhe Selinës i pëlqen, se po të mos t'i pëlqente Selinës, nuk do të rinte në krah të Mirit. Do të thënë, ka një lloj pëlqyeshmërie, ka një lloj kënaqësie nga ana e të dy palëve. Si e komentoni?